Pse Jezusi kishte nevojë të pagëzojë me frymën e shenjtë nëse ai është Perëndi? Kjo pyetje zbulon një nga misteret më të mëdha të planit hyjnor të Perëndisë. Kur Jezusi u pagëzua, ndodhi diçka jashtëzakonshme. Siç përmendet tek Mateu 3, qielli u hap, fryma e shenjtë zbriti mbi të si një plumb dhe zëri i atit shpalli. Ky është biri im i dashur me të cilin jam i kënaqur. Ky moment është një shfaqje publike e Trinisë, Ati, Biri dhe fryma e shenjtë, që konfirmon se Jezusi ishte biri i Perëndisë i fuqizuar nga fryma dhe i miratuar nga Ati. Po pse Jezusi duke qenë Perëndi kishte nevojë të pagëzojë? Edhe pse ai është Perëndi, Jezusi zgjolli të jetonte si njeri, duke lënë me një anë lavdinë e tij hyjnore. Pagëzimi i tij ishte një akt bindje dhe një shembull për ne. Ai tregoi se shërbesa e tij do të udhëhiqej nga fryma e shenjtë, një shembull që dhe ne duhet ta ndjekim. Jezusi erdhi jo vetëm për të na shpëtuar, por edhe për të na treguar rrugën drejt fitores përmes besimit. Ashtu si ai mori frymën e shenjtë për të përmbushur misionin e tij, edhe ne sot përmes besimit tek ai marrim frymën e shenjtë që na udhëheq drejt shpëtimit dhe na jep hyrje të drejtë për drejtë tek Ati. Nëse beson se Jezusi është biri i Perëndisë, shpërndaj këtë mesazh që edhe të tjerët të njohin të vërtetën. Zoti bekoft.